Administrata e re e Donald Trump ka zgjedhur të nisë sezonin me një sinjal të fortë lufte, rikthimin e Pentagonit tek doktrina klasike e konfrontimit. Pete Hegseth, sekretari i ri i mbrojtjes i zgjedhur nga Trump, në fjalimin e tij përpara gjeneralëve amerikan shpalli fundin e asaj që e quajti dekadenca woke dhe paralajmëroi një erë të re. Detyra jonë është të përgatitemi për luftë. Ky mesazh u përforcua menjëherë nga vet Trump, i cili nuk nguroi të shkojë deri te arma më e frikshme e planetit. Nëse dikush përmend armët atomike, ne jemi gati. Ky është një shantazh i hapur strategjik, i dërguar jo vetëm kundërshtarëve të drejt për drejt, Moskës, Pekinit dhe Teheranit, por edhe aleatëve të ngushtë të Amerikës në Evropë, të cilët tashmë po përballen me një krizë leadershipi, mungesë kohezioni dhe varësi të plotë nga Washingtoni për sigurinë. Retorika e re e Pentagonit synon ta rikthejë frikën si instrument diplomatik, duke e zëvendësuar diskursin e dekadës së fundit për vlera demokratike me një mesazh brutal: vetëm forca e ruan paqen. Kjo qasje po vendos bazat e një tensioni të ri global, në një kohë kur bota ende nuk është e shëruar nga pasojat e luftës në Ukrainë, ndërsa fronti i hapur mbi Tajvanin pritet të shpërthejë në çdo moment. Ballkani si zakonisht nuk do të mbetet jashtë kësaj loje të rrezikshme. Shqipëria si anëtare e NATO-s është tashmë pjesë e infrastrukturës ushtarake amerikane në rajon, me bazën ajrore të Kuçovës, që ka hyrë në funksion dhe me një prani gjithnjë më të dukshme të interesave strategjike amerikane. Një Pentagon që kërkon konfrontim dhe përgatitet për luftë do të rrisë presionin për përdorimin maksimal të bazave në Ballkan, duke shndërruar Shqipërinë në një pikë kyçe të mesdheut lindor. Kjo do të thotë më shumë siguri nga njëra anë, por edhe më shumë rreziqe nëse rajoni kthehet në objektiv të rivalëve strategjik të SBA-s. Mesazhi i Trump dhe Hegseth është i qartë: Amerika po heq dorë nga diplomacia klasike dhe po përgatitet për një erë të re të politikës së forcës.